Po si vjetë për momentin, kurbani është u sjell prej 220 euro deri në 400 euro në fermën tonë, do me thonë, ku në çmim përfshihet edhe therrja e kurbanit. Si vjetë, nashta kisha me thonë, ka pak një ngritje të vogël, mirë po jo edhe shumë në krahasim me vitin e kaluar. Duhet marrë parasysh se tash edhe ushqimet ose produktet bazë të delja janë shtrejtu. Duhet që edhe na me shtrejtu kurbanin, për shembull si vjetë du shku deri në 5 euro një deng i sanës, ose si shnihet knepi neve në lap duj. 5 euro një duj i sanës, vitin e kaluar mu kanë me 1 euro gjys, 2 euro shembull e ke marrë dukun. Ngritja e çmimit drithnave, edhe tu e marrë parasysh se gjithçka u shtrejtu normal, edhe 220 euro fillojnë delet deri në 250, 270 përafërsisht ato. 300, 400 shkon një dash. Ashtu siç na kanë përcjell rritja e çmimeve në treg, i çdo gjëje, i çdo produkti, rrjedhimisht ka ndikuar edhe te çështja e kafshëve të kurbanit, veçanërisht tash që kërkesa është shumë e lartë kështu në aspektin jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë në krejt botën, edhe dinë çdo herë faktikisht çdo bajram kanë shku të rrit çmimet, por është diçka që nuk është nuk varet prej neve, varet prej furnitorëve. Mirë po na kemi dashur në këtë rast me ofru mundësi për donatorët tonë, për cilët mundet me qenë shuma e lartë, e që është 200 euro, nuk është edhe e vogël. Po, na fillimisht ashtu siç e përmenda, kemi një departament të veçantë për kujdes ndaj jetimëve. Do të thonë janë disa zonja që punojnë me vite në organizatë, dhe ato të vetëm përgjithësi e kanë me identifiku rastet kur vinë kërkojnë ndihmë prej neve, e bëjnë një verifikim fillimisht, një vlerësim me anë të vizitës në secilën familje, pastaj listohen në databazën tonë në bazë të nevojave që i ka familja. Nëse e konsiderojnë që është një familje e varfër, plus që janë me fëmijë jetim, e fusin në listën tonë të pritjes, pastaj çdo projekt që realizojmë gjatë vitit, këto familje janë përfituese direkte të projekteve. Me këtë rast, pasi të i therrim kurbanat, të bëjmë ngrirjen e mishit, na i kemi qytet për qytet organizojnë shpërndarjen, e caktojnë një lokacion caktuar, i thrasin në telefon familjet dhe ja tregojnë lokacionin edhe orën në sa vinë me marrë, domethënë mishin e kurbanit këtë rast. Padyshim fillimisht na bojna disa muaj para se me ardhe festa e Kurban Bajramit, bojna thirrje publike për furnitor, domethënë me kurbana, edhe ka kushte, kritere të cilat janë të parapoma me ligjet vendore, të cilat do t'i plotësoj thertoria, që domethënë kafshët domethënë me dokumentacion të rregulluar, që të kenë dëshminë që janë në aspektin shëndetësor mirë, pastaj thertoria me qenë e licencuar, dhe transporti prej thertorës deri në vend të shpërndarjes me plotësu kushtet të cilat janë të parapome, e që njëra prej tyre kryesore është me qenë mishi i ngrirë dhe me u shpërndar me mjete transportuese adekuate të mishit. Dhe për 26 vite që implementohet si projekt, nuk kemi pas kur asnjë problem në proceset e shpërndarjes së mishit kurbanit për familjet tona me fëmijë jetim.